Burri ecën 20 milje për në punë, derisa një ditë një polic e ndjek dhe e kupton pse. Para se të fillojmë, ju lutem siguroni që të regjistroheni na e dini dhe të klikoni zilen në mënyrë që të mos humbisni asnjë postim nga ne. Gjithashtu, lini një pëlqim tani. Makina e policisë u ndal pranë tij, por ai vazhdoi të ecte përpara me vështirësi. Makina e policisë vazhdoi ta ndiqte. Ai duhet të arrinte 10 milje për të bërë dhe do të ishte i sigurt. Ai shikoi orën e tij dhe eci më shpejt. Këmbët i digjeshin ndërsa ndiste makinën, por asgjë nuk e dekurajoi këtë polic. Walter Kerr ishte transferuar në Homewood, Alabama, me nënën e tij pasi goditi tragjedia. Ata kishin shpresuar të rindërtonin jetën e tyre, pasi shtëpia e tyre u shkatërrua nga uragani monstruoz Katrina dhe doni një fillim të ri. Walter ishte një student 20 vjeçar, por ai ishte vendosur të punonte për të mbështetur nënën e tij. Nuk e dinte ai sa e vështirë do të ishte kjo. Walter kishte dëgjuar se kishte një vend pune të lirë në Bill Hobbs, një kompani zhvendosjesh rreth 20 milje larg vendit ku jetonte. Ishte shumë larg për të udhëtuar, por ai kishte makinën e tij të vjetër të besueshme. Ai shkoi me makinë, plotësoi aplikimin dhe pati fatin të merrte një intervistë pikërisht në atë moment.